Kriju i Partisë së Lirisë Ilir Meta, i cili kandidon në listën e hapur për Aleancën Shqipëria Madhështore për deputet në qarkun e Tiranës, u shpreh se vota për të do të jetë një votë e pastër kundër diktaturës. Meta u shpreh besim plot se Tirana, sipas tij, do të jetë lokomotiva e ndryshimit historik me të paktën 20 deputet për Aleancën. Ai është kyçur në listën e mbyllur në Tiranë, se ka shumë arsye i fshihet gjykimit të hapur të Tiranës, ndërsa unë jam në listë të hapur dhe besoj se Tirana, e cila do të jetë lokomotiva e ndryshimit historik me të paktën 20 deputet për aleancën tonë, BD ashtë vota për këtë aleancë. BD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, është vota për ndryshimin historik. Vota për Ilir Metën, deputet i qarku Tiranës, është një votë e pastër kundër diktaturës. Liria do të triumfojë në 11 maj dhe të gjithë shqiptarët marrin frym lirisht në 12 maj, sepse ky vend ka diell për të gjithë. Ndër të tjera, presidenti i Partisë së Lirisë ka theksuar se nëse votohet për koalicionin Shqipëria Madhështore, shqiptarët votojnë për thjeshtimin e taksave dhe shporjen e inspektorëve. Duke votuar për ne, shqiptarët kanë votuar për thjeshtimin e taksave dhe shporjen e inspektorëve për mbi inspektor dhe sistemit gjobdhënës e patronazhisë të sot. Duke votuar për ne, ata votojnë jo vetëm për barazinë para ligjit, por së pari për barazinë e votës, e cila është shkatruar nga Edi Rama për të eliminuar llogaridhëniet dhe zgjedhjet e ndershme. Në 11 maj, shqiptarët do të votojnë praktikisht vetëm për 1/3 e kuvendit, sepse 2/3 e kuvendit është e paracaktuar për shkak të Edi Ramës, shpiksit të listave të mbyllura. Ndaj, Partia e Lirisë garanton të gjithë qytetarët shqiptar se prioriteti i saj i parë do të jetë ndryshimi i kodit elektoral për të garantuar 100% hapjen e listave dhe barazinë e votës.